Mendoj që është personale dhe mendoj që dy palët din me rajt, po më varët tash për çka. Për shembull në politik, në biznes, ose për shembull kur pyetjet e femnat, meshkujt më duket janë më të fuqishëm për me rajt. Po kur pyetjet e historiat e kaluara, kanë njerë më duket që femnat, shkaku i mentalitetit, detyrohen me rajt se nuk i pranojnë ashtu siç janë. Amo është rënë e pastër se ka edhe me dashur me kohën shumë e mirë, me dashur me kohën shumë e sinqert, se ka shumë femna që sprovohen me padrejti ndryshme, sidomos për shembull te pjesa e fatit, edhe meshkujt më njerëz starti vesin, sofra era i ke pas, që mendoj që është pyetje shumë banale, edhe detyrohen mos me tregu të vërtetën. Shofemna na shtat edhe kur rran e ka një arsye pse rran. Amo meshkujt në pjesën e politikës, biznesit, edhe të pjesa e dashnisë mendoj që din me rajt shumë. Vërtet, edhe unë shumë pajtona me mendimin e shkurtës, edhe pikërisht edhe këto deshta me thonë edhe unë se unë mendoj tashti që vajzat veç kur t'janë në vështirësi, jo të gjitha, jo për shumicën se kam fjallën, po që një pjesë më e madhe tyne rajnë veç kur t'janë në vështirësi emocionale më shumë, vështirësi familjare, te mentaliteti që tha edhe shkurta, kurse meshkujt seriozisht tashti edhe ju mendoni njëjtë sikur na këto që jemi ullë, janë të prirur me rajt kur janë në emisionet të ndryshme. Tash në dy sene, ose për një mes që pas kanë rajt, ose keni ditë minxon kur kanë rajt. Jo, në ose unë pas kanë rajt. Do të gjënë thëjmë pat rajt dënë spahia, nuk din çka o rajna. Qate? Doni dhe me mjeshtrime rajt mirë. Se femrat të vajnë në situatat ku do më thonë nuk janë të favorizuara dhe nëse një mashkull e në zanë të tradhtu, edhe ai nuk është situatë e mirë për ta me tregu që po tradhton të tyrohet me rajt, do më thonë një farfaqe njëjtë. Që për tuti është krejt tjetër, është krejt diçka tjetër edhe është diçka që ka të bëj shumë me karakterin e personit. Për këtë pik, unë spajtona kurse se as e vajzat edhe as të meshkujt me rajt, tradhtia është tradhti edhe në momentin që nxihësh është e kote edhe rana, s'ki që ka rana ty se jenë zonë për tradhti. Na jemi të folë në raste pak ma të buta, po flasim për raste shumë atë buta, ju pak ma të buta, e biznesit, qyshta dhe shkurta, në biznes ndoshta edhe te i kalohet rana. Për shambull, e dim njerëzit meshkujt që kanë salonet të ndryshme të makinave, për me shit një makin, ta lavdojnë atë makin, thuti është aeroplan ta bojnë, vetëm për me shit atë makin. Të prishët kërë jetë me të rrugë. Po, se i dalin edhe shumë dhe që kanë botike, valla të krytrin për ato. Po, veshje është pak ma lirë. Apet të qysh mas të merë në shofë. Po, të makina është diçka pak ma shtrejtë dhe është diçka që të vynë për jetë pak ma shumë. Të krynë shërbime shumë jetësore. Cilat janë arsyet që po thu një vajzë detyrohet me gënjy, ose me rajt? Ndo njëherë detyrohet me gënjy, sidomos në kohën e kaluar është detyru shumë me gënjy. Jo, po flasëm për tash, pse tash detyrohen se nuk besoj që është ai mentaliteti që është e përmendur dhe shkurta. Nuk është që shka qenë, po vazhdojnë me qenë, prapë. Do më vështë qaj është arsye kryesore. Qaja është në të shumë. Rana, o ki një arsye, s'ki një arsye, o vete ki të prirë për me rajt. Tash në vare sa është